Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, të dashur, të nderuar dhe shumë të respektuar vëllezër e motra, ju përshëndes me përshëndetjen e Xhenetul Firdausit. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Desha ta shpreh indinjatën time të thellë lidhje me disa media, të cilat kanë keq interpretuar punën time, kanë godit pak a shumë në ndërgjegjen time. Shkaku ka qenë motra e veton Surrojt, tashmë një familje e njohur si bashkëpunëtore e UDB-s, duke nisur domethënë nga vetoni. Flaka është një komandante e rëndësishme e grupeve operative të BIAS të Serbisë, të cilët operojnë në Kosovë, dhe për sa kam informacione unë, ajo është shpërbly nga Aleksandar Vučić. Jo është shpërblim, them, nuk I ka dhënë çmim në media, po është shpërblim në një sasi të konsiderueshme parash në lidhje me damin që ka sjellë në Kosovë. Sa I përket klanit, televizionit klan, të cilët në çdo debat ku është mbytje feja islame, marrin të pranishëm, jo vetëm klani, po të gjitha mediat kanë ra pre e asaj lëvizje që I thotë të ashtu quajtur për rikthim, e cila ka deshti malli Zot. S'ka vetëm se pleq ish bashkëpunëtor të shërbimit informativ të UDB-s. Mirë, pa ajo që më vret më shumëti është kur marrin palen e tyne, palen mediat në Kosovë, në Shqipëri, si është e mujtur që ju I mbani krah. E unë jam shantazhu nga lëvizja për rikthim, unë jam ofendu nga lëvizja për rikthim, unë jam shah nga lëvizja për rikthim, unë jam sulmu nga lëvizja për rikthim Kosovë, edhe kam reagu në mënyrën më qytetare të mundshme përballë tyre. Vetëm I kam thënë, a din ku punoj? Dhe ata çka I kam thënë, a din ku punoj, nuk ka qenë presion për ta. Ka qenë vetëm thjesht një qartësim për ta që unë I njoh se ku I kanë burimin dhe rrënjen e asaj çka kanë themeluar. Mediat në Shqipëri, Kosovë, në Maqedoni, jo në Malin e Zi, jo ka desh Zoti. Unë e kam thënë prej fillimeve të mia në video që u bë shumë virale. Lëvizja e Deçanit është pjell e Iluminatit serb. Nuk ka të bajnë kisha serbe me ta. Nuk ka të bëjnë kisha serbe me ta, sepse kam bashkëpunëtorët e mi në kishën serbe. Kam bashkëpunëtorë shumë të mirë, brenda kishe, prifter, seminarista, meshtar, që komunikoj non-stop me ta. Dhe ata kanë bën ulumtimet e veta që nuk ka të bëjnë kisha serbe me ta. Dhe për fat keq, AKI-ja Kosovës po tregohet shumë tolerante ndaj kësaj lëvizje kriminale. Megjithëse nuk kanë pas mundësi me deportu, nuk kanë pas mundësi me rre popullin e Kosovës, se falë Zotit, për mbi 95% e trive kosovarë sot I mbushin xhamit. Dhe ata që dyshojnë, le të shkojnë një herë në Prishtinë dhe ta shohin a ka vend mu falë prej trive. Nuk, do të thënë, në çdo xhami, ditën e xhumë falesh në asfalt, po vonove, falesh në asfalt. Për këta janë populli kosovar, populli shqiptar I Kosovës, që e dojnë Allahun, që dashurojnë Allahun,
që praktikojnë librin e Allahut Kur'anin dhe që kanë marrë fen me dije pa imponim. Dashje pa dashje, gjaku i dëshmorëve, gjaku i atyre që hoxhallarëve që e paguën me jetën e tyre për ta mbrojtur gjuhën shqipe, për ta mbrojtur atë dhëun e tyre, por Zotin e Madh e ka bereqetin e vetë të brezat. Kështu që më shpreh indinjat e ti me thellë ndaj çdo medie që ka majt krahun e kriminalëve dhe nuk e dëgjuan të vërtetën, nuk e pan të vërtetën drejt në sy, po e pan anash interesin e tyre dhe vetë paramendoni sa paguajnë kriminalet e Iluminatit serb në media tona për të shpërndar një urrëtie të papar. Një urrëtie të papar ndaj fesë islame.